Dashi, mëngjesi do të sjellë energji të freskët dhe motivuese. Është momenti i duhur për të bërë plane të reja dhe për të organizuar detyrat profesionale. Në ambientin e punës, bashkëpunimi me kolegët do të jetë kyç për arritjen e objektivave të përbashkëta. Në aspektin financiar, është e rëndësishme të jeni të kujdesshëm me shpenzimet e panevojshme, duke preferuar kursimin mbi shpenzimet impulsive. Në dashuri, një bisedë e sinqertë me partnerin mund të forcojë lidhjen tuaj, ndaj mos hezitoni të shprehni ndjenjat. Nëse jeni beqar, një takim i papritur mund të sjellë emocione të reja dhe të papritura. Mbrëmja është ideale për reflektim dhe relaksim, duke rigjeneruar shpirtin me aktivitete që ju sjellin kënaqësi dhe qetësi. Demi, është momenti i duhur për të ndalur pak dhe për të reflektuar mbi qëllimet tuaja afatgjata. Dita e sotme sjell një ndjenjë qetësie dhe vëmendja juaj duhet të përqendrohet në përmirësimin e marrëdhënieve personale. Shihni përtej sipërfaqes dhe dëgjoni me zemër ata që i doni. Në aspektin profesional, ka ardhur koha të investoni energji në projekte që ju inspirojnë dhe të lëreni pas frikën nga dështimi. Financat mund të kërkojnë pak më shumë kujdes, por një planifikim i mirë mund t'ju ndihmojë të qëndroni në rrugën e duhur. Ndjehuni të hapur ndaj mundësive të reja që vijnë nga burime të papritura. Sillni pak më shumë optimizëm në çdo hap dhe do të ndjeni se dielli po ndriçon më fuqishëm rrugën tuaj. Binjakët, dita e sotme premton të sjellë momente optimiste dhe të mbushur me energji harmonike. Zemra juaj është e hapur për ndjenja të reja dhe një takim i papritur mund të ndezë flakën e romancës. Në punë, kujdesi për detajet do t'ju ndihmojë të dalloheni, ndaj mos hezitoni të merrni iniciativa të reja që do të forcojnë reputacionin tuaj. Financat duken stabil, por qëndroni vigjilent ndaj shpenzimeve të panevojshme. Një moment pushimi do të rigjenerojë shpirtin tuaj dhe do t'ju japë qetësi. Natyra është aleati juaj sot, një shëtitje do t'ju ndihmojë të rregulloni mendimet. Mos e neglizhoni dëshirën për të mësuar diçka të re, pasi frymëzimi është pranë dhe mund të sjellë surpriza të këndshme. Daforia. Sot, universi ndriçon rrugën tuaj me një drip të ngrohtë. Ndjeni të frymëzuar për të ndarë ndjenjat me ata që doni. Shfrytëzoi këto momente për të shprehur dashurinë dhe për të forcuar lidhjet. Në punë, e ndjeni se është koha për të bërë një ndryshim të vogël. Besoni intuitës suaj dhe mos keni frikë të merrni një hap që keni menduar prej kohësh. Financat janë në një balancë të qëndrueshme, por është e mençur të shikoni nga afër shpenzimet për të ardhmen. Ndiqni zemrën për t'ju udhëhequr drejt vendimeve të drejta. Kujdesi për veten është çelësi sot, një kohë meditimi ose një shëtitje në natyrë do të rigjallërojë shpirtin tuaj. Kujdesuni për ndjenjat tuaja të brendshme me dashuri dhe për kujdesje. Luani. Dita e sotme sjell një ndjenjë të freskët energjie dhe entuziazmi. Në fushën e dashurisë, ndoshta është koha për të bërë një gest të vogël që mund të shkëlqejë marrëdhëniet tuaja. Kujdesuni që të dëgjoni partnerin me kujdes dhe të tregoni dëmshuri. Në punë, do të ndjeni një valë kreativiteti që mund t'ju ndihmojë të zgjidhni çështje të rëndësishme. Mundësitë financiare janë në horizon, por është e rëndësishme të jeni të kujdesshëm me shpenzimet. Mund të duket sikur bota po rrotullohet rreth jush, prandaj merrni frymë thellë dhe shijoni momentin. Kujtoni që ndonjëherë më të mirat gjëra vijnë kur ne më së paku i presim. Bëni një shëtitje në natyrë për t'u rilidhur me mendimet tuaja. Virgjëresha. Një ditë e mbushur me energji të buta dhe ndjenja të kujdesshme po të pret sot. Është koha e duhur për të reflektuar mbi marrëdhëniet personale. Një bisedë e hapur mund të thellojë lidhjet që ke. Në punë, qasja e kujdesshme do të sjellë fryte të shumta. Mos i injoro detajet e vogla, pasi aty fshihet çelësi i suksesit tënd të ardhshëm. Financat duket se po stabilizohen. Rregullimi i një buxheti të ri do të jetë i dobishëm. Përkushtimi ndaj mirëqenies fizike do të japë një ndjenjë të ri për të rirë qetësie. Mos harro të relaksohesh në mbrëmje me një libër të mirë ose muzikë qetësuese. Dëgjoje zemrën dhe lëri vetes hapësirë për ëndra, një surprizë e këndshme mund të jetë afër. Dëshorja. Sot do të ndjeni një ndjesi harmonike që përshkon çdo aspekt të jetës suaj. Në punë do të hasni një mundësi që kërkon të shkruani planet tuaja me kujdes, por mos keni frikë të shfaqni kreativitetin. Nëse keni projektuar plane për të kursyer, vazhdoni në këtë rrugë, pasi do të jetë një investim i mençur për të ardhmen. Dashuria do të lulëzojë ndërsa komunikimi me partnerin përmirësohet, shkëmbeni mendime dhe dëgjoni me zemër të hapur. Për ata që janë vetëm, mund të ndjeni një lidhje të papritur me një person të ri. Sot është dita për të dëgjuar ndjenjat tuaja dhe për të qëndruar në paqe me veten. Merrni një moment për të medituar dhe për të vlerësuar bukurinë që ju rrethon. Akrepi.
Dita e sotme vjen me energji pozitive që ju shtyn të shikoni përtej rutinës së zakonshme. Një takim i papritur mund t'ju befasojë në mënyrën më të këndshme, duke hapur horizonte të reja në dashuri. Mos kini frikë të shprehni ndjenjat tuaja, kjo do të sjellë një afrim të shumë pritur. Në punë, një projekt që keni lënë pas dore mund të kërkojë vëmendjen tuaj, mos e injoroni. Fokusi dhe përkushtimi do të shpërblehen me sukses. Financat kërkojnë pak kujdes, shmangni blerjet impulsive që mund të krijojnë tension. Kushtojini disa momente vetes, meditim ose një shëtitje në natyrë do të rikthejë ekuilibrin tuaj të brendshëm. Dita ju premton qetësi dhe gëzim, nëse ndiqni intuitën tuaj dhe besoni në udhërrëfimin e zemrës. Shigjetari. Sot, energjia juaj e gjallë do të ndriçojë çdo hap që merrni. Në dashuri, lërini ndjenjat të flasin më shumë se fjalët. Një bisedë e sinqertë mund të sjellë një afrim më të madh me partnerin. Në punë, idetë tuaja kreative do të vlerësohen, ndaj mos hezitoni t'i ndani. Kujdesuni për detajet pasi ato do të jenë çelësi i suksesit tuaj. Financat janë në rrugë të mirë, por kujdes me shpenzimet impulsive. Vendosni prioritetet që të shmangni surprizat e papritura. Sot, natyra ka një mënyrë të veçantë për t'ju qetësuar, ndaj merrni kohë për një shëtitje të qetë. Ndërkohë, dëgjoni zërin e brendshëm dhe mbështetuni tek ndjenjat tuaja intuitive. Sillni harmoni brenda dhe jashtë vetes. Qapi. Sot do të ndihesh si një kapiten që drejton anijen në det të hapur. Ndërsa detyrimet e punës mund të duken sfiduese, mundësitë për të shkëlqyer janë gati të shfaqen në horizont. Fokusohu në detaje dhe lër që kreativiteti yt të udhëheqë. Në çështjet e dashurisë, është momenti i duhur për të ndarë mendimet e tua më të thella me një person të dashur. Kjo do të forcojë lidhjen tuaj dhe do të sjellë harmoni. Financat mund të përfitojnë nga një qasje më e kujdesshme, shiko për të kursyer atje ku mundesh. Energjia e ditës do të të ndihmojë të gjesh qetësi në momente të zëshme. Praktiko pak meditim ose ecje në natyrë për të rigjeneruar shpirtin tënd. Kujto se çdo sfidë sjell me vete një mundësi të re. Ujori. Ditën e sotme pritet të ndiheni më të lidhur me botën tuaj të brendshme. Reflektimi do të jetë çelësi për të kuptuar çështjet e zemrës. Nëse ndjeni të pavendosur në ndjenjat tuaja, merrni kohë për introspeksion. Në anën profesionale, angazhimi dhe kreativiteti do t'ju ndihmojnë të kapërceni çdo sfidë. Mos kini frikë të ndani idetë tuaja me kolegët, pasi ato mund të nxjerrin në paf potencialin tuaj të vërtetë. Financat duken të qëndrueshme, kështu që është një moment i mirë për të bërë plane afatgjata. Ndjeni fuqinë për të manifestuar atë që dëshironi. Kujdesuni për mirëqenien tuaj emocionale duke kaluar kohë në natyrë. Një shëtitje e thjeshtë mund t'ju sjellë qetësinë dhe frymëzimin që kërkoni. Në përqafimin e sotëm me universin, gjeni paqen. Peshqit. Një ditë e mbushur me ndjesi të thella do të sjellë një energji të veçantë për ty sot. Në dashuri, intuita do të udhëheqë drejt një komunikimi të sinqertë me partnerin apo dikë të afërt, duke forcuar lidhjet. Në punë do të shfaqet një mundësi e re që kërkon vëmendje dhe përkushtim, mbështetu te instinktet për të marrë vendimet e duhura. Financat mund të përmirësohen nëse shqyrton me kujdes mundësitë e investimeve pa u nxituar. Ndjenjat e brendshme do të kërkojnë të dëgjohen dhe t'i japin zemrës një qetësi të mrekullueshme. Merr kohë për të reflektuar dhe për të gjetur harmoninë me vetveten. Përfito nga ky moment për të rigjetur balancën dhe për të rritur vetbesimin.